Mbrëmja e 6 dhjetorit solli në pedonalen e qytetit të Bilishtit dhjetra qytetar, familje dhe fëmijë të cilët u bashkuan për ceremoninë tradicionale të ndezjes së dritave të bredhit të vitit të ri. Muzika festive, zërat e fëmijëve dhe tingujt e këngëve të sezonit krijuan një tablo të gjallë dhe të ngrohtë që shënoi nisjen e periudhës më të dashur të vitit. Dekorimet shumëgjyshe, instalacione ndryshuese dhe bredhi vendosur në qendër të pedonales ishin pikat kryesore të tërheqjes për të pranishmit, sidomos për fëmijët, të cilët e shikonin me admirim çastin e ndezjes. Në fjalën e tij përshëndetse, kryetari i Bashkisë Devoll, Eduard Duro, nënvizoi rëndësinë që ka kjo ditë për komunitetin. Si çdo 6 dhjetor, ne jemi mbledhur për të bërë ndezjen e dritave të bredhit të vitit të ri. Kjo është një datë që simbolizon fillimin e një sezoni festash, të cilat shpresojmë dhe dëshirojmë të vinë të bardha, të gëzuara për gjithë fëmijët, për vëllezërit, motrat tuaja, për prindrit dhe për gjyshit dhe gjyshet. Atmosfera festive u plotësua edhe me performancën e fëmijëve, lojrat e organizuara për ta dhe ndalesat fotografike pranë dekorimeve. Me ndezjen e dritave, Devolli hap kështu zyrtarisht sezonin e festave duke sjellë dritë, ngrohtësi dhe shpresë në prag të vitit të ri.